edhe tek çmimet e produkteve dhe shërbimeve. Nafta është liruar sërish. Sipas vendimit të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, 1 litër dizel do të shitet me çmim maksimal prej €1,66. Por, edhe pse është caktuar çmimi maksimal, në disa pompa të derivateve, sipas profesorit të ekonomisë Shkumbin Misinit, qytetarët po paguajnë çmime të ndryshme. Ai thotë se kjo po ndodh për shkak të rezervave që kanë kompanitë e derivateve. Disa pompa të benzinës është 1,72, disa pompa benzinës 1,65, disa pompa benzinës është 1,63, që çmimet e dallojnë varësisht për rezervave të cilat i kanë ato pompat e benzinës dhe të naftës. Përveç kësaj, ai thotë se lëvizjet e çmimeve të naftës nuk po ndikojnë njësoj edhe të produktet e tjera. Sipas tij, bizneset reagojnë menjëherë kur nafta shtrenjtohet, duke rritur çmimet, por nuk veprojnë njësoj kur ajo lirohet. Sidomos bizneset me që presin ta ngrisin çmimin për shkak kosto operative që kanë dhe por në momentin që bie çmimi, bizneset nuk e zvoglojnë çmimin e produktit. Kështu që i bën që dëmtohet më shumë te qytetarët e Republikës Kosovës. Çmimin më të lartë që nga nisja e luftës në lindjen e mesme, nafta arriti në Kosovë me 9 prill, kur 1 litër shitej për €1,91.